Vllaznia do të luajë për 3 pikë dhe ndaj Vorës, një gjë e tillë u theksua nga mbrojtësi kuqibluve Melos Bajrami. Në konferencë për mediat, ai tha se duhet të qëndrojë me këmbë në tokë, ndërsa shtoi se konkurenca i bën mirë ekipit. Po, natyrisht i gëzojmë kësaj situate të mirë që jemi të kalu si ekip, duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë, edhe natyrisht si mbrojtës, unë edhe partnerët e mi të mbrojtës jemi të kënaqur me performancat tona, por natyrisht duhet vazhdimsi edhe besoj që gjithçka do të shkojë mirë në vazhdim. Konkurenca është diçka që e çon ekipin me shtyp më përpara, edhe unë si mbrojtës tash me kthimin e kreditëve ka konkurrencë dhe besoj që na bën mirë kreditëve kjo dhe është për të mirën e ekipit. Shumë e gatshme, domethënë kemi bërë stërvitje gjatë javës, gjithçka po shkon mirë, atmosfera është e mirë, kemi besim vetvete edhe do shkojmë për të marrë 3 pikë. Për momentin jemi me një formë të mirë edhe besojmë që duhet me shku për fitore. Vora ka një ekip shumë cilësor, e respektojmë maksimum, po besojmë që Vllaznia jemi më të mirë. Po mundoni këtë sezon me qëndru me këmbë tokë, pasi vitin e kaluar na kapi pak entuziazmi edhe deshim me dal shumë kampion, si vjet jemi pak më të qetë edhe besojmë më të fokusuar edhe dojmë me bu ma mirë për mi shly gabimet e sezonit të kaluar. Sfida Vora Vllaznia do të luhet e premte në orën 13:30 për javën 23 të kampionatit.